Veprimtari Halil Geci ka reaguar me një gjuhë të ashpër politike, duke e cilësuar procesin zgjedhor të 28 dhjetorit si fillimin e një ndëshkimi historik, për siç thot ai 2 dekada tradhti, vjedhje dhe dhune të ushtruar në emër të luftës UÇK-s dhe një djaftizmi të rrem. Sipas Gecit, ka ardhur momenti që gabimet, pazaret politike dhe kompromiset e dëmshme të kthehen në një bumerang elektoral. Ky bumerang, thekson ai, ka një adresë të qartë, votën e qytetarëve. Në interpretimin e tij, zgjedhjet nuk janë thjesht një garë politike, por një akt ndëshkimi për ata që sipas tij e përdhosën shtetin dhe e mbajtën Kosovën peng për më shumë se 20 vjet. Geci nuk kursen as akuzat për bllokimin e institucioneve dhe proceset shtetërore. Ai në një postim në Facebook përmend pengimin e investimeve ndërkombëtare, bllokimin e buxheteve të RTK-s dhe refuzimin e ndihmave financiare, duke i cilësuar këto veprime si dëmtime të qëllimshme të shtetit për interesa personale dhe klanore. Sipas tij, ndëshkimi nuk po vjen vetëm nga vota e brendshme. Ai thekson se edhe realiteti ndërkombëtar po ndryshon në favor të Kosovës, duke përmendur përfshirjen në ombrellën e sigurisë amerikane dhe heqjen e sanksioneve nga Bashkimi Evropian si sinjale politike se problemi real nuk ishte aty ku pretendohej prej kundërshtarëve politik. Në vim, postimi i tij plot, bumerangu i 20 viteve tradhti, vjedhje dhe dhune po kthehet me votë. Zgjedhjet e 28 dhjetorit shënoi fillimin e ndëshkimit politik për ata që e përdhosën shtetin në emër të UÇK-s, së keq përdorur dhe një të djaftizmit të rrem. Ka ardhur koha që gjithçka çfarë u bë keq për 20 vjet, dhunimet, vjedhjet, pazaret dhe tradhtitë e kryera në emër të luftës, në emër të UÇK-s dhe në emër të një djaftizmi të rrem, të kthehen në bumerang politik, dhe ky bumerang ka një adresë të qartë, votën e 28 dhjetorit. Ka hyrë faza e ndëshkimeve të rënda elektorale për ata që jetësuan në ëndrrën e Rankovicit, qeveriu Treça dhe Ujmanit të mbeten nën hijen e Serbisë, për ata që sot i mbështesin këto projekte dhe i quajnë veten djaftist, ndërsa e shajnë Hashim Thaçin në fjalë, por e mbështesin tradhtinë e tij në vepra. Ka ardhur koha të ndëshkohen me votë ata që e votuan dhe e ndërtuan Zajednicën me kompetenca ekzekutive, pra një Republika Srpska të Veriut, të ndëshkohen ata që i shpallën 40 kisha ekstraterritoriale duke regjistruar si serbe me tapi, donë se kur nuk ka qenë të tilla. Ka ardhur koha të ndëshkohen ata që e barazonin Albin Kurtin me Miloševićin, duke trilluar se po dhunonte pakicën serbe, njësoj siç Miloševići dikur dhunonte shqiptarët. Ata që thoshin se Kurti i ka çuar armët në veri dhe u ka thënë të tjerëve, shkoni e i merrni. Po vjen ndëshkimi për ata që deklaronin publikisht, ne nuk e kemi problem listën serbe, por problemin e kemi Albin Kurtin, për ata që e shpallin Kurtin anti-amerikan, ndërsa sot historia po i zhvesh nga çdo mask. Po vjen ndëshkimi për ata që bllokuan investimet milionash ndërkombëtare për partitë e vogla që me nga 3 deputet tentonin t'i merrnin gjysmën e dikastereve të Shërbërisë Kurti, për ata që bllokuan shtetin, duke mos lejuar që 50% e votës shqiptare ta ndërtonte qeverinë. Ka ardhur koha e ndëshkimeve për ata që bllokuan buxhetet e komunave, buxhetin e RTK-s dhe refuzuan ta votonin miliona euro ndihmë ndërkombëtare, për ata që dëmtuan Kosovën qëllimisht për interesa personale e klanore, dhe ndëshkimi nuk po vjen vetëm nga vota, ai po vjen edhe nga realiteti ndërkombëtar. Në kohë fushate, Kosova u fut në ombrellën e sigurisë amerikane me njohjen e qartë të sovranitetit të saj cep më cep, po ashtu Bashkimi Evropian në prag zgjedhje shkoi sanksionet ndaj Kosovës, një mesazh politik i qartë se kush ishte problemi real. Zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk janë thjesht një proces elektoral, ato janë referendum ndëshkimi, një vot kundër tradhtisë, kundër hipokrizisë patriotike dhe kundër politikës që për 2 dekada e mbajtën Kosovën peng. Opozita që me qëllime të këqija dëmtoi shtetin për interesa personale, tashmë përballlet me faturë politike dhe kjo faturë do të jetë e dhimbshme më 28 dhjetor.